Vatra, linja politike, diplomatike dhe shtetëformuese të diplomatit Imer Ladroci u përurua si libër në Vatra. Federata Parashqiptare Amerikës Vatra promovoi librin publicistik Linja politike, diplomatike dhe shtetëformuese të diplomatit Imer Ladroci. Libri mbledh në mënyrë të shkëlqyer paraqitjet publike dhe qëndrimet e dokumentuara në kontesa, trajtesa, intervista, opinione, shkrime autoriale, fjalime, analiza e komente, të cilët trajtojnë elemente thelbësor të shoqërisë, diplomacisë, shtetit, mërgatës e shqiptarëve. Veprimtari i çështjes kombëtare, Shpend Goçaj diskutoi rreth rëndësisë kombit shqiptar dhe faktorit të unitetit kombëtar dhe me përdorimin e termit komb kosovar. Ambasadori Bujaresti si në nevojën e botimeve publike mbi përvojën diplomatike, shkrimtari Mhill Vela i vlerësoi veprimtarinë e Imer Ladrovcit dhe se theksoi se kombi ka nevojë për diplomat aktiv dhe përfaqësues dinjitos. Gazetari Bekim Adili nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore Kulturore Shqiptare me Shkup theksoi se ka nevojitet unitet dhe platforme përbashkët kombëtare me qëllim shtetërtimin e Kosovës dhe bashkimin e gjithë shqiptarëve. Ai cilësoi librin e Imer Ladrovcit si një udhërrëfyes për diplomacinë dhe politikë bërë në Kosovë. Artisti i komunitetit Shabin Lajçi u shpreh se vepra publicistike e Ladrovcit është një shkëndijë drite në veprat publicistike e kombëtare. Ladrovci, diplomat, publicist, veprimtar politik, përfaqësues i UÇK-s, ka qenë përfaqësues i Kosovës në Stuttgart në Gjermani nga 2009 deri 2013 dhe konsul dhe shef i konsullatës përgjithshme të Republikës Kosovës nga 18 deri në vitin 2022.